Në emisionin Debat në Shenja, java ka filluar me 2 lajme që kanë tërhequr vëmendjen e opinionit publik. Nga njëra anë, vendimi i qeverisë që ka ndërmarrë masa për uljen e TVSH-s nga 18% në 10% për derivatet e naftës. Ndërsa nga ana tjetër, ky vendim rezulton të jetë kontradiktor, sepse qytetarët janë përballur sërish me rritje të çmimeve të potënjëjtave. Viti 2026 ka filluar me një deficit buxhetor pothuajse prej 700 milion eurosh, ndërsa inflacioni dhe borxhi publik mbeten sfida të rëndësishme. Pikërisht për të gjitha këto zhvillime dhe për të kuptuar se ku po shkon ekonomia e vendit, në studio ishin të ftuar 2 njohës të çështjeve ekonomike, Abil Baush dhe Faton Halili. Ekonomisti Faton Halili e ka cilësuar të pamjaftueshme masën për zvogëlimin e TVSH-s për derivatet e naftës. Ai u shpreh se kjo masë nga qeveria po përdoret më shumë si instrument politik sesa si një ndërhyrje efektive ekonomike. Kjo masë nuk është e bollshme. Kjo masë po shfrytëzohet nga pushteti si instrument politik, sesa si instrument ekonomik. Jo vetëm kjo masë, të gjitha masat edhe më herët, kur kemi pas kësaj lloj krizash, qoftë në kohën e pandemisë, pastaj edhe në kohën e invazionit që ndodhi mes Rusisë dhe Ukrainës, qytetarët realisht nuk kanë ndjej lehtësime deri tek mbushja e xhepit të tyre apo përmirësimi i standardit jetësor. Tutje, ai vlerëson se institucionet dhe qasja e shtetit nuk po arrin ta ndjekin dinamikën e vendeve të tjera të rajonit, duke përfshirë Kosovën, Shqipërinë dhe Serbinë. Ndërsa Baush theksoi se huamarrja duhet të orientohet drejt investimeve kapitale që prodhojnë zhvillim afatgjatë. Nëse ti huatet tua i merr për investime në shpenzime operative të tipit pensione, paga dhe gjëra të tjera, ti nuk ke gjenerim të ekonomisë. Shqipni, ne kemi disa investime kapitale që na ndodhin në vendin tonë dhe është ndalë puna. Nëse ti të përgjysmohet puna, se më thonë, kjo është informata, nëse përgjysmohet puna, përgjysmohet edhe arritja e deadline-it, timingut të përfundimit të korridorit të 2029. Pasojnë penaltit. Edhe ne, le që do të paguajmë penalti, po ekonomia e stagnon ose vonon procesi i zhvillimit. Gjithë ato të cilët miren në vendin tonë, gjithë ato gjërat të cilat janë gjeneruar në vendin tonë, tash nuk miren. Halili shtoi se në të kaluarën Maqedonia e Veriut konsiderohej në një nivel të krahasueshëm me vende si Slovenia dhe Kroacia, duke përfituar nga trashëgimia e ish Jugosllavisë, ndërsa sot ka mbetur e fundit në rajon.